Krusha e madhe jo vetëm simbol i dhimbjes e qëndresës, por edhe si udhërrëfim se si të ecët para pa u ndalur. Për nder të 26 vjetorit të masakrës në Krusht të Madhe e të Vogël, krerët shtetëror kanë theksuar se nuk do të harrohet sakrifica e tyre. E para e vendit Vjosa Osmani ka thënë se edhe sot e kësaj dite ende nuk dihet për fatin e shumë burrave, grave e fëmijëve. Nuk mund të lejojmë që gjaku i atyre që ishin të pafajshëm të mbetet pa zë e që sakrifica e tyre të harrohet. Ne nuk duhet të heshtim, ne nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht, sepse drejtësia për Krushën e Madhe është drejtësi për të gjithë ata që dhanë jetën, për lirinë tonë, për heronjtë e UÇK-s dhe për martirët e lirisë. Krusha e Madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Ndërkaq shefi ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka thënë se forcat serbe kanë zhdukur me dhunë 10 krushian, duke djegur qindra shtëpi e institucione. Masakra në Krusht Madhe ishte pjesa akt akuzës për krime lufte kundër kasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Përkundër kësaj drejtësia ende nuk ka vepruar dhe kryerësit nuk janë dënuar. Është evidente që policët dhe ushtarët e Serbisë kanë pasur urrëtie të mëdha dhe plan të qartë për të kryer krimet ku brenga e tyre më e madhe ka qenë zhdukja e kufomëve. Pra zhdukja e gjurmëve të krimit. E kreu i Rahovecit Smaj Latifi ka thënë se lufta ishte domosdoshmëri. Vrasjet masive, djegjet e kufomave dhe zhdukja e trupave të vrarëve janë dëshmi të një veprimi të organizuar dhe të zbatuar me shumë kujdes nga Serbia e kriminale. Duke djegur e zhdukur gjurmët e këtij krimi makabër, madje edhe sipas Qemal Krasniqit nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, mobilizimi ishte gjëja e dur që duhej bërë për ta ndryshuar statusin e popullit shqiptar në Ballkan. Për të ndërprer këtë cikël të dhunës e gjakderdhjeve, u desh një mobilizim i përgjithshëm e banorët e kësaj ande u përgjigjen siç duhet. Ndryshe, masakra e Krushës së Madhe është një nga ngjarjet më të dhimbshme dhe të tmerrshme të kryera mbi popullsinë shqiptare nga ushtria serbe.